Modelja e njohur dhe shumë e komentuar në media, Rike Roci, ka arritur sërish të rëmbej vëmendjen e ndjekësve në rrjetet sociale me postimin e saj më të fundit, i cili nuk ka kaluar pa u vënë re. Bukuroshja ka publikuar disa fotografi artistike, ku shfaqet e veshur me një fustan të zi elegant dhe mjaft sensual, që i përshtatet në mënyrë perfekte trupit të saj dhe thekson linjat e tonifikuara, duke reflektuar klas, finesë dhe vetbesim. Në secilën prej fotografive, Rike shfaqet me poza të kuruara deri në detaj, herë provokuese herë misterioze, duke krijuar një atmosferë glamuroze dhe luksoze. Grimi i sofistikuar, flokët e stiluar me kujdes dhe ndriçimi i përzgjedhur me profesionalizëm e bëjnë paraqitjen e saj edhe më mbresëlënse, duke i dhënë një pamje që i ngjan një editoriale mode. Fustani i zi, simboli i elegancës dhe sensualitetit, duket se ishte zgjedhja perfekte për këtë paraqitje festive. Postimi është shoqëruar me mbishkrimin duke pritur vitin e ri, një detaj që ka nxitur kurreshtjen e ndjekësve dhe ka lënë të kuptohet se Rike është gati të hyjë në vitin e ri me stil, energji pozitive dhe shumë shkëlqim. Atmosfera e fotografive transmeton pritjen për netët festive, plot dritë, festë dhe elegancë, ku modelja duket më e sigurt se kur në veten e saj. Me një herë pas publikimit, fotografit ka marrë një numër të madh pëlqimesh dhe komentesh, ku fansa dhe ndjekësit e saj nuk kanë kursyer komplimentet. Shumë prej tyre e kanë cilësuar si një nga paraqitjet më të bukura të saj, duke e vlerësuar për stilin e veçantë, sharmin natyral dhe aftësinë për të qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes. Me këtë postim, Rike Roci dëshmon edhe një herë se di si të dominojë rrjetet sociale dhe të mbajë gjallë interesin e publikut, duke u shndërruar në një nga figurat më të komentuara të momentit në prag të ndërrimit të viteve. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.